Një defekt i mundshëm në sistemin e frenimit të kamionit ose një problem i papritur shëndetësor i drejtuesit të mjetit janë dy pistat kryesore që po jetohen nga autoritetet për zbardhur aksidentin fatal të ndodhur një ditë më parë në unazën lindore të Tiranës. Si pasojë e ngjarjes, humbën jetën dy shtetas egjiptian të punësuar pranë kompanisë Alba Beton, të cilët po udhtonin me një kamion të pajisur me pompë për hedhjen e betonit. Sipas të dhënave të drejtanishme, dinamika e aksidentit paraqet ngjashmëri me një ngjarje të ndodhur në të njëjtën zonë në vitin 2023. Kamioni ka hyrë në rreth rrotullim me shpejtësi, pa shfaqur asnjë shenjë frenimi. Mjeti është përplasur fillimisht me automjetin që drejtoi nga 28 vjeçari Roland Nuri, më pas ka goditur barierat mbrojtëse të rreth rrotullimit dhe ka rënë në nivelin e poshtëm të rrugës. Nga përplasja humbi jetën drejtuesi i kamionit, ndërsa pasagjeri ndorroi jetë rreth një orë më vonë në spital, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve. Viktimat janë identifikuar si Mohamed Lotf, 30 vjeç, dhe Mohamed Ali, 44 vjeç. Të dy kishin përrritur në Shqipëri rreth një muaj më parë nga Egjipti, të pajisur me vizë pune dhe leje qëndrimi një vjeçare. Verifikimet e kryera nga autoritetet tregojnë se të dy dispononin leje drejtimi. Lotf ishte i licencuar për drejtimin e kamionëve, ndërsa Ali kishte leje si operatori pompës së betonit. Hetuesit presin rezultatet e ekspertizës mjekoligjore të viktimave, si edhe raportin e ekspertimit teknik të kamionit. Këto procedura konsiderohen vendimtare për të përcaktuar arsyen pse drejtuesi nuk reagoi në momentin kur mjeti ju afrua rreth rrotullimit dhe nuk u evidentua asnjë tentativë për frenim. Pamjet e kamerave të sigurisë të sekuestruara nga grupi hetimor dokumentojnë lëvizjen e kamionit në çastet para aksidentit. Në video shihet se mjeti përplas automjetin e Roland Nurit, godet barierat mbrojtëse dhe përfundon në nivelin e poshtëm të rrugës. Sipas hetimeve paraprake, në momentin e aksidentit në segmentin poshtë rreth rrotullimit, po qarkullonin edhe automjete të tjera në drejtim të Elbasanit, të cilat fatmirësisht nuk u përfshin në ngjarje. Ndërkohë, 28 vjeçari Roland Nuri, i cili udhtonte me automjetin e tij tip Audi, ka shpëtuar me lëndime të lehta. Ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën, edhe pse makina e tij është dëmtuar plotësisht nga përplasja.